Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim patjetër që do të ndalemi tek aktualiteti politik në vendin ton, tek Partia Socialiste, tek betejë e opozitës me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Ka qenë vetë kryetari i Partisë Demokratike Zoti Berisha, i cili ka theksuar se edhe në shtator do të vijojnë denoncimet e tyre si subjekt politik, se e konta është të quajturës farsë elektorale të 11 majit. Çfarë do të ndodhë me opozitën? A do të kemi ndryshime rrënjësore në Partinë Demokratike, të paktën ashtu siç kanë paralajmëruar një sër eksponentësh të ndryshëm të këtij subjekti politik, këto e shumë të tjera, do të kemi mundësi të diskutojmë me Urim Tuskun, gazetar. Urim, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit ju për ftesën. Urim, çfarë ndodh me opozitën në vijim? Pavarësisht se e kemi këtë qasjen dhe këtë retorikën që do të vijojnë denoncimet, dhe për hir të së vërtetës kanë vijuar edhe denoncimet në pothuajse çdo ditë, qoftë nga kryetari i Partisë Demokratike Zoti Berisha, apo qoftë edhe nga eksponentë të tjerë me materiale, me prova dhe me fakte të publikuara vazhdimisht. Po sa do të shërbejnë këto prova dhe fakte për të bërë një tjetër ndryshim? Në fakt, nisma e opozitës më shumë i shërben shtrëngimit të radhëve të saj, ku tashmë pothuajse ka 12 vjet që demokratët janë në opozit dhe nuk kishte rrugë tjetër përveç kësaj që po ndërmerret denoncimit të zgjedhjeve të 11 majit. Me që po shihet, paktën nga hapja e kutive, duket tashmë e qartë që nuk është se ka ndikuar drejt për së drejti në këtë rezultat kaq masiv të mazhorancës, ose le ta themi, mazhoranca mund të ketë bërë, të ketë përdorur të gjitha instrumentet për të tjetërsuar votën, për të manipuluar ose për të rritur rezultate të caktuara të kandidatëve të ndryshëm, qoftë në Elbasan, qoftë në Durrës, por që nuk është e faktuar dhe nuk e fakton dot me këtë proces që po nis opozita për ta faktuar dhe për ta kapur, fjala vjen, mazhorancën me palishmëri ose parregullsi të zgjedhjeve. Tek tuk, të paktën siç u pa dhe në rastin e Elbasanit, kandidati që ishte atje në atë qark denoncoi dhe gjeti 2 fletë të paveshme, pasi sipas tij mungonte vula, por ai shërben kjo për ta plotësuar të gjithë puzzle-in e zgjedhjeve. Këto janë tek tuk dhe nuk është se le ta themi e përmbysin komplet rezultatin. Duket tashmë që nëse për të përmbysur është një rezultat i thellë, 83 mandate dhe deri diku synimi i qartë i opozitës tashmë, siç e thash, edhe më lart, po shihet që ajo synon më shumë që ta delegitimoj procesin e votimit, duke e quajtur një farsë elektorale, të paktën në retorikën e saj të herpashershme. Këtu e vë theksin edhe kryedemokrati, por edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike. Kemi patur raportin e OSBE-Udirit. Ka një iniciativë nga Partitë Popullore Europiane për dërgimin e një misioni faktmbledhës në Shqipëri, se rekon gjitha problematikave dhe manipulimit të procesit zgjedhor, por sa mision faktmbledhës do të jetë realisht nëse do të dërgohet nga Partitë Popullore Europiane, apo qoftë edhe nga ndërkombëtarët, ashtu siç thekson vazhdimisht Partia Demokratike? Edhe këtu kam përshtypjen, në gjykimin tim personal gjithmonë, mendoj se është një truk ose një taktik e Partisë Demokratike për të bërë një PR, për të menaxhuar, le të themi, këtë situatë në të cilën ndodhet, ku për hir të vërtetës ajo nevojitet ose i lipset ose ka një domosdoshmëri që të reformohet dhe ndalet tek procesi i zgjedhjeve, ku siç shihet, pra ajo nuk e pranon kurrësi këtë rezultat dhe me sa duket, për ta bërë më kredibël, për ta bërë më të besueshëm nismën e saj, i është drejtuar pikërisht OSBE-Udirit, ku ata janë, le të themi, institucioni më prestigjioz që certifikojnë rezultatin e zgjedhjeve. Duhet të thënë gjithashtu që OSBE-Udiri në certifikimin që bëri në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, vuri në dukje që procesi deri diku ka pasur problematika të veta, sidomos në çështje të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e mjeteve qeveritare ose instrumentave të qeverisë, ku çdo mazhorancë tashmë e ka bërë të udhës që i përdor të gjitha mjetet, po flasim për mazhorancën aktuale, ku her pas here ajo i përdor të gjithë instrumentat qeveritar, por që
për hir të vërtetës nuk lën gjurmë që ti ta faktosh dhe ta kapësh ligjërisht ose le ta themi ta ngarkosh me përgjegjësi penale qeverinë ose individ të ndryshëm. Duhet të thënë gjithashtu, duhet shtoj prapë në vazhdën e kësaj logjike që pjesa e mazhorancës ka qenë përballë edhe të një task force të ngritur nga SPAK-u dhe një numër prokurorësh të cilët kanë mbikëqyrur procesin e zgjedhjeve, por që deri më tani nuk kemi parë që të vënë ndonjë person përpara përgjegjësisë për parregullsi të zgjedhjeve. Gjithsesi është një proces në dinamikë sipër, do të vazhdoj, kam përshtypjen që edhe në shtator qeveria ose le të themi nisma e opozitës në këtë drejtim për delegjitimimin e procesit, për ta denoncuar vjedhjen e votës dhe tjetërsimin e saj nuk do të ndalet. Si do të quhenim ndryshe të gjithë këtë proces që ka nisur Partia Demokratike Urim? Dua të kujtoj këtu të paktën në zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike ka ndjekur po të njëjtën metodë. Është vjedhur, janë vjedhur zgjedhjet, ka patur manipulime, farsë elektorale, presi misionet ndërkombëtare për të mbledhur provat e të tjera, pothuajse e njëjta retorik, por ne kemi parë që nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë në jetën politike në vendin tonë, përkundrazi Partia Socialiste ka vijuar të qeverisë dhe të përmbyll mandatet e saj brenda afateve të caktuara. Kjo lëvizje e Partisë Demokratike është një lëvizje që do të ketë një prodhimtari, do të ketë një fryt gjatë muajve në vijim? Apo do të kemi diçka boshe, gjithmonë në vazhdën e ndjekjes së retorikës? Mund të vazhdoj të ushtroj trysni përkundrejt mazhorancës me këtë retorik tashmë të përsëritur, por në një pjesë të shoqërisë që po flas për mbështetësit e saj, ajo mund t'i bindë ata që me të vërtetë po flas për një mbështetës të cilët e votojnë verbërisht Partinë Demokratike prej kaq vjetësh dhe janë mbështetës fanatik të saj, ata edhe mund t'i besojnë të gjithë këtë artikulim që bën opozita, po përflasim për një pjesë të shoqërisë të cilët kërkonin me domosdoshmëri ndryshimin dhe rotacionin politik i cili nuk erdhi, dhe kam përshtypjen që edhe këta, duke pas parasysh edhe reagimet në rrjetet sociale, ku aty është një lakmues i qartë se si reagon opinioni publik, në bindjen time është që ata nuk janë shumë të bindur 100% që ka pasur dorë në tjetërsimin dhe arritjen e një rezultati të tillë. Duhet thënë gjithashtu që duke ndjekur këtë retorik, opozita mundohet të ikë përgjegjësisë së saj. Në fakt, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në përdorimin e fjalës, pasi duke thënë në këtë mënyrë, duket sikur e ngarkojmë me përgjegjësi opozitën dhe mos bijem në atë batakun që i bëjmë opozitës, por që realiteti na dikton që disa fakte ne t'i paraqesim ashtu siç janë. Pra që realisht opozita me këtë rrugë dhe pa u reformuar, pa u hapur, pa qenë, le të themi, një lloj alternative qeverisëse në nivel besueshmërie të qytetarëve, të cilët mund të marrë jo vetëm pjesën e mbështetësve të saj tradicional, por të zgjerohet më tej të marrë edhe pjesën ngri. Dhe në qoftë se arrin të krijohet një frymë e tillë, jo vetëm manipulimi dhe tjetërsimi nuk ka çfarë i bën, por thjesht kthehet në një dallë që përmbys gjithçka çfarë gjen përpara, jo qeveri, por le të themi kushdo qoftë ajo nuk mund ta ndalë të gjithë atë, le të themi, vullnet të qytetarëve për ta përmbysur ose për ta ndryshuar këtë mazhorancë. A nuk ishte Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore një alternativë qeverisëse në këto zgjedhje? Duke padur parasysh programin, duke padur parasysh individet dhe gjithçka tjetër përbërëse që ka shoqëruar fushatën e saj. Me sa duket nuk arriti të përcillte mesazhin e duhur, nuk shkoi mesazhi tek qytetarët që ajo po vinte si një alternativë qeverisëse. Me sa duket ka çeduar ose le të themi mungesa e reformimit në atë nivel që të siç e thash pak më lart, që të kthehet në një alternativë reale, me sa duket nuk u lexua nga qytetarët dhe nga votuesit dhe bën që një pjesë prej tyre të mos shkonin, të mos merrnin pjesë fare në votime dhe kjo të favorizonte dukshëm më pas mazhorancën qeverisëse. Ky është këndvështrimi im, optika ime të parit të këtij realiteti. E qartë, por çfarë duhet të ndodhë me Partinë Demokratike që të kthehet në një alternativë? Në qoftë se nuk ka qenë alternativë dhe në qoftë se mesazhi i saj nuk ka shkuar tek çdo zgjedhës i mundshëm në këto zgjedhje,
çfarë duhet të ndryshojë në vijim? Opozita është e detyruar në kushtet që ndodhet që të bëj një hapje, të bëj, le të themi, një prurje të shoqërisë civile, të botës intelektuale, të gjithë faktorëve të cilët janë jashtë radhëve të partisë, që të futen brenda Partisë Demokratike dhe të japin kontributin e tyre për të treguar edhe një herë që është e gatshme të hapet dhe të jetë një alternativë në shërbim të shoqërisë dhe në shërbim të vendit. U duk në pamje të parë, pa e paragjykuar as pak, që Partia Demokratike ishte shndruar në një vend ku njerëz të cilët her pas here duhet të ishin me patjetër deputet, se ndryshe ndodh se ata janë në këtë vend. Ndërkohë që për hir të vërtetës duhet thënë që ka individ të cilët mund të japin shumë opozitarizmit dhe opozitës shqiptare, duke qenë një model se si mund të qeveriset ndryshe. Ka individualitetet të Partisë Demokratike të spikatura, të cilët treguan edhe në këto zgjedhje që arritën të merrnin një rezultat spektakolar, pavarësisht se i penalizoi, le të themi, numri në total i votave që nuk mori dot partia, individ të spikatur në Tiranë apo në rrethet të tjera të Shqipërisë arritën që me performancën e tyre të ishin në lartësinë më shumë se sa duhet, se sa të tjerët që janë, le të themi, kush ka qenë surpriza e Partisë Demokratike në këto zgjedhje? Në ç'kuptim? Në kuptimin e grumbullimit të votave, në kuptimin e punës, në kuptimin e prezencës së tyre në terren. Po, fjala vjen disa individ të cilët ishin të friksuar në momentin që u përpiluan listat dhe nuk e pan veten në listat e mbyllura, ishin befasues në këtë fushatë elektorale. Do të veçoj këtu Jorida Tabakun, Ilir Ali Mehmetin, të cilët spikatën me qytetarinë dhe me civilitetin e tyre, duke bërë dhe grumbulluan një numër të konsiderueshëm votash. Dhe këta individ duket sikur e përmbysën në një farë mënyre politikën tradicionale, duket sikur qytetarët dhe votuesit i dhanë një mesazh Partisë Demokratike që ne na duhen individ të tillë dhe modele të tilla na afroni brenda radhëve të opozitës. Po ka dhe të tjerë të cilët kanë spikatur me rezultatin e tyre, ka rezultate të cilat le të themi vetëm për pak të vota kanë bërë diferencën që s'kanë hyrë në parlament, por kjo nuk është faji tyre, është faji i kodit ku le të themi mazhoranca luajti i përdori të gjitha instrumentat, qoftë duke rekrutuar edhe individ të cilët e gjenin veten të pakënaqur nga radhët e opozitarizmit, ku nuk u përfshin në listat e zgjedhësve, ndërkohë që mazhoranca i mori dhe i përfshiu në gjirin e saj, le të themi, dhe u mori votat dhe kjo në mënyrë eksponenciale rriti votat e tyre dhe bëri parti të parë dhe bëri të pamundur që kandidat opozitës të futeshin në parlament, pavarësisht se kishin një numër të konsiderueshëm votash. Pra, me pak fjalë, betejë e opozitës do të vijojë të mbetet po e njëjta edhe në legjislaturën e re, në shtator. Por ka dhe një ndryshim, sepse legjislatura e kaluar kishte një numër më të madh deputetësh, sepse zgjedhjet e 2021-shit prodhuan një numër më të madh deputetësh, madje edhe më shumë vota. Ndërsa këtë herë, me sa duket opozitën e shoh shumë më të brisht, shumë, le të themi, më fragjile, më të dobët përballë kësaj mazhorance 83 mandate. Me 83 mandate, le të themi që është shumicë e cilësuar dhe që nuk është se e përfill shumë opozitën në parlament. Me sa duket, arroganca e qeverisë ka filluar që në këto momente që ne flasim, sepse ata edhe në seancat e fundit nuk kanë qenë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e mazhorancës ose le të themi kryeministri nuk është se e përfill fare parlamentin. Këtë herë ndoshta parlamenti mund të kthehet në një, duke pas parasysh që ka një shumicë të cilësuar, mund të kthehet në një noter të vendimeve qeveritare dhe kjo nuk është as pak e mirë për vendin. Dhe në këtë kuptim e shoh që dobësia e opozitës është në dëm të vendit, jo vetëm të opozitës vetë. Sado që të ndërmarr hapa, sado që të përpiqet të themi të imponohet kësaj mazhorance, do ta ketë tërësisht të pamundur me forcën e numrave, pasi ka vetëm rreth 50 mandate dhe ato nuk është se ndikojnë kush e di se çfarë për të diktuar ligje ose për të kushtëzuar votën e tyre që mazhoranca të mos kalojë ligje të caktuara. Folëm deri në këto momente për opozitën dhe betejën e saj. Thamë që nuk do të kemi surpriza, të paktën për ai sa duket deri në këto momente.
Çfarë ndodh me mazhorancën? Mazhorancën do të shohim një mazhorancë Se kemi eksponent të rinj të cilët do të jenë pjesë e parlamentit. Të fort, po, sigurisht, individ të cilët janë të paragjykuar me atë numër masiv të votash që kanë marrë, individ të cilët nuk i njeh të askush, por që çuditërisht kanë marrë mbi 20.000 vota. A është normale kjo? Siç është rasti i Elbasanit, siç është rasti i Durrësit, tani normale në këtë shoqërinë tonë, le të themi, gjithçka është e paragjykuar, por në rastin konkret individ të cilët nuk është se kanë spikatur në ndonjë veprimtari qytetar ose në ndonjë veprimtari profesionale të tyre dhe kanë lënë ose kanë marrë mbështetjen e gjithë qytetarëve dhe befasisht i sheh me mbi 20.000 vota. Kjo nuk është normale në një shoqëri të tillë, por që paragjykimi mbetet për këta individ. Absolutisht. Paragjykimi mbetet se si arritën këta që të marrin kaq vota dhe opozita e përdor këtë si retorik të saj, ku thotë që janë bandat ata të cilët ju morën dhe ju dhanë votat individëve të caktuar, qoftë në rastin e Elbasanit, qoftë edhe në rastin e Durrësit, por edhe qytetet tjera të cilët ka individ që janë të përfolur në këtë drejtim. Nëse ashtu siç më the vetëm pak më parë, mazhoranca ka qenë arrogante, të paktën gjatë legjislaturës së fundit, do të vijojë me arrogancën e vet edhe gjatë legjislaturës së re, në kuptimin duke patur parasysh që 83 mandate, ka gjithçka në dorë, ka shumicë të cilësuar. Thash edhe pak më lartë që mazhoranca, le të themi, është se institucioni i parlamentit është një institucion ku qeveria shkon dhe jep llogari. Me që kemi parë këto vite, këto 4 vjetët e shkuar, ka pas përplasje të herpashershme sepse kryeministri kërkohej për interpelancë nga ana e opozitës dhe nuk shkonte, nuk i përfillte fare. Imagjinoj që kishte më shumë numra opozita, po tani që ka një numër akoma më të mpakur dhe vetë mazhoranca ka një numër të shumtë të le të themi të deputetëve, të një shumicë e cilësuar kjo, që mund të bëjë çfarë ndryshimi të dojë, përveç ndryshimeve kushtetuese të cilët kërkojnë 2/3 e votave ose 94 vota. Por, me sa duket, në këtë rast, në këtë kuvend të legjislaturë të re që pritet të fillojë në shtator, do të kemi edhe deputetë të rinj të cilët e kanë fituar pra mandatin e tyre dhe në gjykimin tim do të jenë më luftarakët për ta justifikuar atë dhe këta mund të përdoren edhe për një kundërvënie me opozitën nëse do të ketë përdorim të forcës siç e kemi parë përgjatë këtyre viteve në Parlamentin e Shqipërisë. Drejtësia ka luajtur një rol të rëndësishëm, të paktën gjatë kohëve të fundit. Mendon se drejtësia do të intensifikojë goditjen e saj nga me nisjen e legjislaturës së re? Po ka të dhëna dhe ka thuhet lart e poshtë në fakt në korridoret e politikës, por edhe në korridoret e drejtësisë që mund kemi individ të tjerë të cilët mund të bien në kthetrat e spakut të strukturës përsaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Por kjo ngelet gjithçka për tu parë, është në kuadrin e hipotezave përderisa të kemi një fakt real që ne ta shohim një dokument. Fjala vjen edhe për çështjen e zgjedhjeve, ishte task force ajo e cila i dha një lloj garancie, le të themi, opozitës, por që sërish procesi zgjedhor vazhdon të mbetet i paragjykuar dhe një proces ku sipas opozitës u përdorën të gjitha instrumentet që janë të jashtëligjshëm në procesin zgjedhor. Urim, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News dhe për këtë analizë të situatës. Faleminderit juve. Të aktualitetit politik, patjetër shpresojmë që të kemi punë edhe në vjesht, me nisjen e vjeshtës. Situata do të jetë nxehtë, besoj, dhe politika her pas here ose analiza politike do të ketë punë patjetër në vazhdimsi në këtë vend. Kënaqësi. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.